Përshëndetje miqtë mi, jam shumë e lumtur t'ju shoh që jeni rikthyer edhe një herë në kanalin tim. Jam Igjen Aneli, për ju që jeni për herë të parë këtu. Sot do të flasim pikërisht për disa teknika, të cilat jam e sigurt që do të na ndihmojnë të jemi shumë më pranë ndryshimeve që duam në jetën tonë, në momentin kur do kemi ditën e eklipsit në 12 gusht. E di, ju a kisha thënë edhe më përpara në një video tjetër që janë disa gjëra që janë vërtet shumë të rëndësishme. Personalisht i kam parë këto momente, këto ditë të veçanta kur ndihet që edhe energjia është ndryshe, si një moment kur mund ta ndryshojmë jetën tonë pa që nevoja për të bërë shumë gjëra, pa që nevoja për të nuk e di, për të zgjuar një mëngjes edhe për të thënë unë sot do të transformoj jetën time. Ne dim shumë mirë që këto lloj energjish nuk është se të japin atë ndryshimin brenda ditës, por si një person që i kam përdorur këto lloj dite energjie për ndryshimin tim, mund ta them me bindje që sot nuk jam më e njëjta. Nuk e kam fjalën vetëm për momentet kur mund të jem zhgënjur nga diçka edhe kam vendosur të ndryshoj. Përkundrazi, kam pasur edhe ditë kur thjesht e kam ditur që dua diçka më shumë. Dhe kam thënë, nëse më përpara dëshiroja diçka dhe prap vazhdoja të thoja po, të gjitha gjërave të tjera, sot them, ok, unë dua këtë gjën dhe do t'i them jo çdo gjë tjetër që nuk është as afër asaj gjëje që unë dua, e jo më tjetë ajo që unë dua. Dhe ka qenë një moment kur në fakt po shihja jo më larg se sot, po shihja disa video të një influencer edhe thoshte është një pikë kthese 12 gushti për disa nga shenjat e horoskopit, ishte shenja e Demit, ishte Ujori, Luani, edhe nuk e di kush ishte edhe një tjetër, dhe thotë do t'jetë një pikë kthese, një kohë transformuese për këto shenja, do transformojnë gjithë jetën e tyre. Edhe për një moment isha kështu the edhe tip para disa kohësh, dhe pastaj ndalova dhe thash, në të vërtetë, sa gjëra kam ndryshuar unë që nga koha kur unë kisha parë fillimisht Amy Demir është influencerja që po ndiqja. Edhe në të vërtetë vetëm arrita të bëja një kalkulim të thjesht në mendjen time dhe thash, wow, kanë ndryshuar kaq shumë gjëra. Prandaj dua them edhe ju, nuk do të ndryshoj brenda natës, ose siç mund të keni parë filma si Freaky Friday, të tipit që ti zgjohesh dhe je komplet njëri tjetër dhe je komplet me parime të tjera, me ndryshime, nuk do ndodh vërtet në këtë mënyrë. Por do ta ndjeni ndryshimin në çdo gjë që bëni, sepse do ta shihni që nuk jeni më të njëjtët. Për nga mënyra se si mendoni, për nga mënyra se si silleni, për nga mënyra se si luftoni për gjërat që doni. Dhe jam e sigurt që edhe ky 12 gusht nuk është se do t'ju sjell këtë ndryshim transformues brenda natës, por do t'i shihni ndryshimet me kalimin e kohës, jam e sigurt për këtë. Dua që ta përdorim këtë kohë për të shprehur 3 dëshira. Kjo është një ndër mënyrat për të bërë një teknik për ta shfrytëzuar këtë në mënyrë të kanalizuar. Teknikat pra na ndihmojnë që ne të kanalizojmë energjinë tonë edhe të mund të marrim më të mirën pikërisht nga kjo periudhë transformimi. Nëse po ju ndodh edhe ju kjo që po më ndodh mua direkt mbas datës 8 gusht, që ishte portali i Luanit. Personalisht në datën 9 gusht thjesht kisha një moment kur ndalova dhe thoja me veten time, ok, përpara 8 gushtit kam këtë dëshirën e dua pafundësisht, kjo është dëshira ime dhe jam thellësisht mirënjohëse që e kam dhe jam kështu dhe jam ashtu. Dhe pastaj mbaron 8 gushti dhe ti thua, po tani ke atë ndjesinë e një boshllëku, e një hapësire ku pretendoje se shumë gjëra do të kishin ndryshuar,
por në të vërtet duhet të arrish ta kuptosh në gjërat e vogla se sa vërtet ka ndryshuar apo se sa vërtet ka ndryshuar situata jote. Dhe në një farë mënyrë kjo periudha nga 8 deri në 12 gusht po më shërben si shumë periudhë e mirë për të reflektuar, edhe jam në atë momentin kur jam duke thënë ok, unë e shpreha dëshirën time, ndoshta e nxitur pak edhe nga gjithë ajo euforia që ka rrjetet sociale, manifesto, ndrysho, transformo jetën tënde, por tani në 9 gusht, në 10, në 11, sa e dua vërtet atë ndryshimin që unë në një farë mënyre u luta për ta marrë. Dhe të jem e sinqert, më pëlqen kjo lloj fakti që kam shprehur atë lloj dëshire. Më pëlqen sepse e ndjej veten gati. Dhe kjo periudhë, domethënë e asaj hapësirës, më duket sikur vërtet po më ndihmon që të vendos në radhë të gjitha ato mendimet e mia, të gjitha ato që ndoshta nuk ishin shumë të menduara qartë, ose ato çfarë unë mendoja se nuk po i mendoj qartë, për momentin mendoja thjesht, ok, unë po e shpreh këtë dëshirën sepse thjesht nuk dua ta humbas këtë kohën pa shprehur asnjë dëshirë, prandaj po e shpreh këtë dëshirë, po bëj këtë gjën, po bëj këtë gjën tjetër. Por tani them, po, mendoj që dëshira ime ka qenë e vendosur për mua para shumë kohësh, edhe thjesht ishte koha e dur për ta thënë ose për ta shprehur në atë mënyrë që e shpreha. Ndërkohë nga ana tjetër ka pasur shumë njerëz të cilët nuk e dinin fare se çfarë dëshire do donin ose çfarë gjë do donin vërtet ta manifestonin, edhe ka qenë ky momenti, domethënë, kur ndoshta mund të kenë shprehur një dëshirë dhe tani është kjo periudha e, nëse mund ta quaj, reflektimit të mëvonshëm, të cilët janë arrita dot unë që fjala vjen të marr dëshirën që doja, a dua ta ndryshoj këtë dëshirë? Mos ndoshta në 8 gusht shpreha një dëshirë që tani nuk e dua më. Që tani për shembull që më ka mbaruar ajo dëshira për diçka, ose thjesht për momentin e ke shprehur kot, ose gjatë këtyre 2 ditëve të fundit mund të ketë ndodhur një 2-3 gjëra që ti e merr si shenjë nga Zoti që nuk është kjo dëshira e duhur që ti ke pasur, ose ku di unë. Mund të keni pasur nga gjitha llojet e mënyrave, kështu që përdoreni këtë kohë, këtë periudhë, boshllëku, nëse mund ta quajmë kështu, jo se energjia është më e vogël në këtë ditë, por përdoreni për t'i dhënë një mundësi vetes për të rikanalizuar energjinë tuaj pikërisht në dëshirën që doni vërtet më shumë. 3 dëshira është teknika që do të ndihmojë ty për të vazhduar këtë lloj kanalizimi të energjisë tënde, edhe për datën 12 gusht. Personalisht datën 12 gusht e kam shumë të veçantë, sepse 2 kushërira të mia kanë ditëlindjen, por nga ana tjetër unë i mbaj mend gjithmonë 12 gushtin si dita e meteorëve, e yjeve që bien, edhe e mbaj mend, domethënë, që kur e mësova një fakt të tillë, që ka një shim meteorësh që bie, që kalon pothuajse çdo vit në 12 gusht, dilja në obor edhe rria me sy drejt qiellit, sepse ua kam thënë edhe më përpara, unë e besoj shumë që dëshira plotësohen me një yll që bie. Është pikërisht në këtë 12 gusht, përveç se mund të shprehni dëshira me yje që bien, keni edhe një eklips që ju ndihmon që të përballeni me një gjë që doni ta lini pas dhe me një gjë që doni ta arrini. Shkruaj 3 gjëra që dëshiron të krijosh në jetën tënde. E nuk e kam fjalën të krijosh, të ulesh edhe
të krijosh, nuk e di, një eksperiment. Por thuaj, fjala vjen, jam në një marrëdhënie të shëndetshme, të ndërsjellë, që është e mbushur me harmoni, që është e mbushur me lumturi. Kjo është krijesa jote. Sepse ti e krijon këtë marrëdhënie. Ti mundesh ta kesh një marrëdhënie, po mos i kesh gjitha këto tjerat, por mundesh ta krijosh. Si? Duke përdorur, duke naviguar energjinë, duke lundruar pikërisht në këtë energji. Krijo mundësitë e tuaj. Thuaj, unë tërheq mundësi që më sjellin bollok, që më sjellin rritje, që më sjellin sukses, që më sjellin lumturi, që më sjellin ide miliarda dollarëshe. Kjo është mënyra si ti krijon. Shpreh këtë dëshirë. Në mos këtë, diçka tjetër, krijoje diçka. Thuaj, jam e qetë, jam e sigurt, jam e vendosur në zgjedhjet e mia. Ose veçanërisht për zgjedhjet, nëse je një person që nuk e ndani dot shumë mendjen, ose shpreh një dëshirë dhe pastaj ditën tjetër ndroni mendjen, jepini vetes mundësinë për të pasur atë vendosmërinë për gjërat që bëni, apo për gjërat që doni. Është vërtet shumë e rëndësishme të jesh edhe shumë e qartë në gjërat që ti dëshiron. Kjo teknikë, siç ju thash, ndihmon shumë në kanalizimin tuaj të energjisë, në diçka çfarë doni, por nga ana tjetër nuk ju kufizon shumë. Pra, keni mundësi për 3 dëshira, edhe mund t'i, sigurisht, nëse dëshironi mund të bëni akoma edhe më shumë, por është më mirë që të kanalizoni dëshirën. Okej, jo vetëm në një, sepse pastaj do t'ju duket sikur po lini pas çdo gjë tjetër, por në 3 është mjaftueshëm. Sepse edhe nëse e shpërndani energjinë tuaj në 10 dëshira, nuk do mundet të arrini imagjinoni, keni një fuqi, një energji shtytse përpara. Dhe nëse duhet të shkoj energjia në 10 vende të ndryshme, do shkoj deri në gjysmë trukut dhe asnjëra nga dëshirat nuk do shkoj. Kështu që siguroni të jepni mundësinë vetes për të zgjedhur pak e saktë. Kështu. Kemi një metodë tjetër që është lëre të shkoj. Lëre të shkoj, sepse është një kohë shumë e mirë, është vërtet një kohë shumë e mirë që ju të mund të lini të shkoj një version të vetes tuaj. Një diçka që mund ta keni pasur fiksim, por që e dini që nuk po ju sjell asgjë të mirë. Mund të lini të shkoj një lloj vesi që keni, mund të lini të shkoj një lloj sjellje ose thjesht unë lë të shkoj këtë versionin tim ku unë jam e pashëndetshme, ku unë jam gjithkohës duke ardhur përdallë spitaleve, thjesht dua të ndryshoj këtë, dua të jem e shëndetshme, dua këtë. Mund keni këtë lloj ndryshimi tek vetja juaj. Prandaj në 12 gusht uluni dhe shkruani, unë zgjedh të lëshoj. Pra, një identitet që ti e ke krijuar, fjala vjen migena që shkon nga farmacia në farmaci për të kërkuar ilaçe që ndonjëherë edhe më japin efekte anësore sa nuk çojmë dot më nga shtrati, më bëjnë më keq se sa mund të jem nga sëmundja, nga ajo çfarë po përpiqem të kuroj, thjesht e lëshoj këtë version timin dhe jam gati që të jem migena tërësisht e shëndetshme. Rendit frikrat, dyshimet, lidhjet, zakonet ose mendimet që nuk dëshiron t'i marrësh me vete në fazën tjetër. Një ndër ndryshimet e mia më të mëdha që unë kam pasur ka qenë pikërisht të qenit people pleaser. Një njeri që ju bën qefin të tjerëve. Nuk kam qenë lajkatare, por mendoja se njerëzit, se miqtë e mi do më rrinin afër nëse unë bëja shumë për ta. Mendoja se familjarët mi do më rrinin afër nëse unë bëja shumë për ta. Gjithmonë e kam konsideruar se kur unë duhet të bëj për njerëzit. Dhe ishte një moment kur gjithë Instagrami po shpërthente nga një valë publikime që thoshte është një kohë e jashtëzakonshme transformimi, lër pas një gjë që ti nuk e do më me veten tënde. Dhe mbasi kisha parë disa video të tjera vetë përmirësimi dhe të tipit të tillë, domethënë siç është edhe kjo video që
të bën më të vëmendshëm ndaj gjërave që ti ke, që ti bën, që në një farë mënyrë të bën të mendosh, të fut në mendime për gjitha ato karakteristikat e tua. Dhe thjesht isha, okay, ajo çfarë dua të ndryshoj është që të mos jem më people pleaser. Dua që të jem një njeri që e thot mendimin e vet dhe njerëzit ose rrinë ose ikin. Nuk më intereson më. Dhe shumë njerëz do thonë që kjo mund të vijë edhe me moshën. Fjala vjen ti arrin në një moshë të caktuar të jetës tënde kur thjesht nuk e ke më atë nevojën, qoftë edhe për të pasur, nëse më përpara për të shkuar për të pirë një kafe nuk ulesh dot vetëm, ndërsa sot ti mund të ulesh vetëm. Edhe kjo vjen domethënë me kalimin e kohës. E kam fjalën në gjimnaz, nëse do uleshe për të pirë një kafe vetëm, do të thonë gjithë që nga shumë e çuditshme, ndërsa në universitet pastaj ti fillon mësosh nga kafet vetëm, sepse askush nuk ka nerva që të vi të rrimë afër teje, ndërkohë që ti mund të jesh duke mësuar ose duke u marrë me një projekt ose me një detyrë. Edhe disa gjëra pra transformohen gradualisht, ndërkohë nga ana tjetër ka njerëz që thjesht disa gjëra nuk i ndryshojnë dot. Edhe vjen një moment i caktuar një jetë, pra siç mund të ishte për mua ishte momenti kur unë thjesht e shihja që njerëzit sapo unë thoya, jo, këtë gjë nuk dua ta bëj sepse nuk dua ta bëj. Domethënë, edhe i shihja që automatikisht largoheshin dhe thash, okay, unë nuk do jem më ky people pleaser. Edhe njerëzit që duan të ikin, bujrëm le të ikin, se nuk doja të isha më kjo. Dhe vërtet kam parë transformimet të jashtëzakonshme të vetja ime. Dhe ndërkohë kam pasur njerëz që pavarësisht se unë mund t'ju kem thënë, jo, sepse kjo gjë nuk do bëhet, sepse nuk dua që të ndodhë kështu. Dhe prap, okay, kanë thënë, e respektojmë vendimin tënd. Dhe jam prap njerëz shumë më të respektuar të jetës time dhe shumë më të dashur për mua. Prandaj janë disa gjëra domethënë që ti mund të duash të lësh diçka pas. Prandaj renditi këto gjëra që ke frikë, rendit ato gjëra që ti nuk i pëlqen tek vetja, renditi shkruaj dhe transformoj jetën tënde. Dhe në fund të një fjalie të thjeshtë, çfarëdo qoftë kjo lloj frike ose mendimi ose lidhje ose zakoni që do të lësh pas, thjesht shkruaj, nuk kam nevojë të kontrolloj çdo hap, bëj pjesën time dhe lejoj që pjesa tjetër të zhvillohet. Pra ti nuk ke nevojë pastaj që të rish të mbash mend në çdo sekond që ndryshoj apo nuk ndryshoj kjo pjesë e karakterit tim. Ti thjesht thua, unë e kam lënë të gjën të shkoj dhe tani të gjitha gjërat e tjera do të vinë sipas radhës. Vizualizim 5 minutash. Vizualizimi është një ndër teknikat më të fuqishme që mund të keni në momentin që doni vërtet të manifestoni diçka. Edhe zgjidhni një gjë që e keni sa më të lehtë për ta arritur në mendjen tuaj, në mënyrë që të mundet vërtet që ta arrini akoma edhe më shpejt. Mbyll syt dhe imagjino veten 3 deri në 6 muaj që tani pasi gjëja që dëshiron ka filluar të bëhet realitet. Pra, mendoj veten nëse e mendon veten, nuk e dim, të diplomuar, mendoj sikur ti më në fund po kap atë kapelen edhe po e fluturon në ajër. Mendoj veten, nuk e di, në gjitha gjërat për mos imagjino vetëm rezultatin. Pra mos thuaj vetëm jam thellësisht mirënjohëse që arrita të kem diplomën në duar. Imagjinoje fiks vendin ku je, çfarë po bën, si ndihesh, si po sillesh ti tani që ka ndryshuar gjërat, çfarë ka ndryshuar në të vërtetë? Cilat zgjedhje të kanë sjell atje, çfarë të është dashur të zgjedhësh, çfarë të është dashur ndoshta edhe të pranosh edhe të lësh pas dore, thjesht për të mbërritur aty. Pastaj pyet veten, çfarë do të bënte versioni im i ardhshëm sot? Zgjohu në mëngjes dhe thuaj, unë e kam dëshirën time të plotësuar, jam një e diplomuar, jam nuk e di, jam e shëndetshme. Zgjidh diçka dhe thuaj,
Si do sillesha unë sot? Ka shumë njerëz që thonë do doja të kisha më shumë para. Si do sillesha unë me $1 miliard në bank? Po a thash edhe në videon e shkuar, nuk ka të bëj shumë se sa para ke në bank. Ka të bëj mënyra se si ti sillesh në lidhje drejt kësaj situate. Në qoftë se ti zgjohesh sot mëngjes dhe thua me nxitim të shkoj në punë, do bëj këtë, je duke menduar se si të gjesh edhe një mënyrë tjetër për të fituar akoma më shumë para. Ndërkohë nga ana tjetër, çfarë do bëje nëse do i kishe $1 miliard në bank? Do zgjohesh, ha? Dhe do pije një kafe për qetësinë tënde dhe do thoja, aty janë lekët. Janë aty. Thjesht më duhet të pi një kafe, ta nis ditën mbar, pa shumë lodhje, pa shumë stres, mbas gjithë kësaj kohe, sepse më në fund lekët janë aty. Dhe pastaj do shkoj të paguaj faturat, pastaj do t'i vendos gjitha gjërat me radhë, thjesht për një moment dua të pi një kafe e qetë. Provojeni sot. Provojeni pra, nisuni nga kjo lloj sjellje, duke menduar në këtë lloj mënyre që unë e kam arritur tashmë, si do sillesha duke pasur këtë lloj vetje të re, sepse ky është momenti kur ti atë çfarë ke vizualizuar e kthe në veprim. Dhe ne e dim shumë njerëz forcën e veprimit, si duhet vërtet të nisësh të veprosh nëse dëshiron vërtet që ti arrish. Duhet veprosh si kjo dëshirë e plotësuar, duhet veprosh si ky person i ri që po bëhesh. 4 është skripti i 12 gushtit. 4 është metoda 4 e kanalizimit, do ta quaj kështu, kanalizimit të energjisë. Më pëlqen kjo. Sepse kemi këtë lloj energjie dhe nuk po bëjmë asgjë me të deri tani. Deri tani asnjë gjë nuk po bëjmë me të. Por çfarë mund të bëjmë nga ky moment? Pra, si mund ta kanalizojmë? Më pëlqen shumë ajo mënyra se si e imagjinoj në kokën time. Pra, kemi thjesht një lum ujë që thjesht zbret poshtë në për toka, në për rrugë, çfarë do që mund të ketë. Dhe ndërkohë ti ndalon dhe thua, ok, gjithë të ujin unë do e kanalizoj, dhe ti thjesht e vendos në për kanale të vogla dhe e çon te ara, e çon te një rezervat peshku, e çon te një vend tjetër, Kjo është mënyra se si ti kanalizon energjinë. Të paktën në mendjen time kështu është, nuk e di se si imagjinoni ju. Do ishte vërtet shumë interesante nëse do kishit durimin për ta ndjekur këtë video deri këtu edhe të na tregonit edhe se si e kanalizoni ju energjinë. Fillimisht në mendjen tuaj, si imagjinoni. Merr një fletë dhe shkruaj në një faqe duke filluar jam mirënjohëse sepse. Shkruaj në kohën e tashme, sikur po shkruan një jetën që dëshiron. Përfshi marrëdhëniet, punën, paratë, shtëpinë, udhëtimet, qetësinë emocionale dhe çdo lloj gjëje që ka rëndësi për ty. Çdo lloj gjëje. Shëndetin, fëmijët, çdo gjë. Mos u shqetëso që ta bësh këtë lloj jetën tënde perfekte, nuk ka nevojë. Ti thjesht më thuash jam thellësisht mirënjohëse edhe për rrëmujën që bëjnë kalamajt, sepse në fund të ditës ata fëmijë janë edhe të japin një lloj gëzimi edhe me atë rrëmujën që bëjnë. Ndjesia dhe qartësia kanë më shumë rëndësi se sa formulimi. Duhet t'i japësh vetes pikërisht atë ndjesinë që ti vërtet je në këtë realitetin tënd. Ky është realiteti yt. Për një moment zhvendosu madje totalisht në këtë realitet të ri. Edhe thuaj, jam thellësisht mirënjohëse që u zgjova sot në shtëpinë time të re. E di, duhet të shkoj të blej edhe perdet e reja, por jam thellësisht mirënjohëse që mundem të bëj pazar për blerjet për perdet. Jam thellësisht mirënjohëse që u zgjova krah partnerit tim. Edhe jam thellësisht mirënjohëse që pavarësisht se nuk bijem dakord në gjitha gjërat, është aty për mua. Më ndihmon, më përkrah, e ndonjëherë më jep edhe ide për ngjyrën e perdeve.
Këtu më shkruajni të gjitha. Shkruajni për çfarë jeni thellësisht mirënjohëse. Shkruaje në kohën e tashme, pikërisht pra sikur po shkruan këtë jetë që e dëshiron, po e përshkruan këtë jetë që dëshiron. Mos u shqetëso ta bësh perfekt, ndjesia dhe qartësia kanë më shumë rëndësi se sa formulimi. Kjo është vërtet shumë e rëndësishme, prandaj duhet theksuar. Nëse do të ndaleshi për të bërë një afirmim të veçantë për 12 gushtin, mund ta përsërisni gjatë gjithë kohës. Unë ja kam thënë në mënyrë se si mund të bëni afirmimet që të kenë vërtet shumë fuqi. Është që ti dërgoni si voice message, si mesazh zanor tek vetja juaj. Dërgoni dhe thoni, jam e hapur ndaj mundësive që janë në përputhje me mua. Lëshoj ato që nuk më shërben, besoj më shumë tek vetja ime dhe bëj hapa të qartë drejt jetës që unë dëshiroj. Kjo është vërtet shumë e rëndësishme. Unë bëj hapa të qartë drejt jetës që unë dëshiroj. Pra ti e kanalizon të gjitha ato duke i thënë vetes tënde që në qoftë se deri më tani ke ecur në jetën tënde thjesht duke menduar për tash e theme që ta komshia, telenovela që pe, 100 gjëra të tjera që ose ato reelsa që uleni dhe i shihni me orë të tëra dhe nuk ndaloni. Të gjitha këto shpërdorime të mërshme të shëmtuara të jetës tuaj, të energjisë tuaj jetësore, ju po e kanalizoni për të manifestuar, për të thënë unë jam duke hedhur hapa të qartë drejt jetës së mrekullueshme që unë dua, drejt jetës së mrekullueshme që unë meritoj. Kjo është mënyra se si. Një rregull i vogël thotë, mos kërko shenja por kërko mundësi për të vepruar. Kjo më pëlqen shumë. Njerëzit zakonisht kur kanë një periudhë të tillë energjie, pra kur është thjesht kjo koha që ton gjithë njerëzit sa të futesh në Instagram dhe i kesh transformim, ndryshim, një gjë e mrekullueshme, një gjë kështu, një gjë ashtu, ose disa do përpiqen edhe të ngjallin frikë, mos bëj këtë, mos guxo të bësh këtë gjë. Domethënë i ke njerëzit gjatë gjithë kohës duke qenë të egzaltuar për këtë lloj energjie. Por mos u përpiq të kërkosh gjatë gjithë kohës shenja, për shembull, kjo gjë ndryshoi, po kjo gjë a më sjell më afër me dëshirën time apo më largon. Disa gjëra mund të të largojnë për një periudhë, por të të sjellin më afër në një moment tjetër. Kështu që çdo gjë ndodh për një arsye që është akoma dhe më e lartë se ne. Thjesht ti kërko për mundësitë për të vepruar. Të vjen një mesazh, mos e injoro. Shife si mundësi për të vepruar. Do të ndryshosh veten tënde dhe të mos jesh më people pleaser, ose mos jesh më njeriu që thjesht ju kthen përgjigje 500.000 njerëzve dhe ata gjithmonë të lënsin atëherë kur ti u duhesh. Kur të shkruan dikush, thjesht gjej si mundësi dhe thuaj, okay, duhet presësh. Sepse ky është versioni im i ri. Kur disa njerëz nuk do marrin më vëmendjen time pa bërë asgjë. Ky është versioni im i ri. Shikoje pra si mundësi për të vepruar si kjo vetja jote e re që po përpiqesh të krijosh. Mos kërko, domethënë, po kjo shenja çfarë do thotë? Po më ngjen çfarë deshi të thoshte me këtë mesazhin në fund apo me këtë mesazhin në fillim. Jo. Shikoj si mundësi, në qoftë se migrena sillet mirë ndaj teje, shikoj si mundësi për të thënë, okay, ky ndoshta është njeriu i duhur që unë duhet ta mbaj në jetën time, ndërkohë që 5 të tjerë mundet thjesht i them ose mos ju them asgjë, thjesht mos ju shkruaj më. Ndërkohë nga ana tjetër, pra shihe si mundësi për të vepruar. Ndërsa unë dua të ndalem edhe në disa afirmime. Mendoj që afirmimet janë vërtet shumë të rëndësishme. Unë ju kam treguar që një ndër mënyrat se si unë kam manifestuar ka qenë duke thënë unë jam e sigurt, unë jam e qetë, unë jam e mbrojtur në rastet, në ditët e mia më të vështira kur nuk e ndjej asnjërin prej tyre. Edhe mendoj që
ajo çfarë ne I themi vetes ka vërtet një fuqi të jashtëzakonshme tek ne. Kështu që për bollëk dhe prosperitet, për pasuri, kush nuk e do, sidomos në këtë kohë. Unë jam e hapur për bollëk në të gjitha format, sepse kjo ti në këtë mënyrë I le mundësinë që të të vinë pasuria edhe përmes një dhurate që mund të sjellë dikush, edhe përmes një ulje që shen në dyqan, edhe përmes një nuk e di, përmes parave që gjen në rrugë, ose përmes një nderi që të bën dikush, që mund të kishe shpenzuar miliona lek për të, dikush thjesht mund të bëj një telefonat edhe të të ndihmoj, edhe vinë nga të gjitha anët parat, kështu që bollëku të sigurohet në të gjitha format. Paraja rrjedh drejt meje përmes mundësive të mira dhe të ndershme. Kjo është shumë e rëndësishme. Unë meritoj të jetoj në siguri, rehati dhe bollëk, sidomos për shembull për një person si puna ime që e dashuroj luksin, unë do thoja, unë meritoj të jetoj një jetë luksoze, të lumtur dhe me bollëk. Sigurisht mund ta thoni edhe ju. Mundësitë e duhura më gjejnë në momentin e duhur, ka shumë rëndësi kjo pjesë, sepse gjithmonë kemi thënë ka pasur një gjë që ka ardhur në vendin e dur, por jo në kohën e dur, ose në kohën e dur, por jo në vendin e dur, gjërat e tilla, por është shumë me rëndësi që mundësitë të vinë dhe të na gjejnë në kohën e dur, në vendin e duhur. Jam gati të marr më shumë nga ajo që unë dëshiroj. Kjo është cherry on top. Që jam mbi tort sepse është vërtet shumë e bukur. Dashuritë dhe marrëdhëniet. Jam e sigurt që shumë prej jush jeni futur pikërisht kësaj rruge të manifestimit, qoftë për të afruar dashurinë, qoftë për të shpëtuar nga një marrëdhënie që mund të ketë qenë shumë toksike sa imagjinon, mund të ketë pasur marrëdhënie kaq toksike sa vetëm një rrugë që ju ka ngelur është spiritualiteti. Unë mendoj, unë meritoj një dashuri të sigurt, të sinqertë dhe reciproke. Kjo duhet jetë baza. Do të thënë nuk duhet të merrni asnjëherë asgjë më pak se sa kjo. Një dashuri të sigurt, të sinqertë dhe reciproke. Jam e dashur, e vlerësuar dhe e respektuar. Lejoj në jetën time një marrëdhënie që më sjell paqe dhe rritje. Dashuria që është për mua më afrohet natyrshëm. Kjo është vërtet shumë e rëndësishme. Nuk ndjek atë që nuk më zgjedh. Unë zgjedh atë që më zgjedh. Kjo është vërtet shumë e bukur. E ndonjëherë na bën më të vëmendshme ndaj të gjitha, sepse sidomos gocat e kemi këtë tendencën për të shkuar drejt diçkaje që na paraqitet si sfidë. Pra, nëse na paraqitet si sfidë, ne duam t'i provojmë vetes që I can fix him, unë mund ta rregulloj atë, unë mund ta shëroj atë, unë mund ta bëj atë të ndryshoj. Jo, zgjidh më mirë dikë që të zgjedh ty. Zgjidh më mirë dikë që në momentin kur ti largohesh, kur ti ikën, është I parë që vjen edhe të kujton, të shkruan, të bën hap drejt teje. Zgjidh atë. Vetbesimi dhe energjia. I besoj vetes dhe intuitës time. Jam më e fuqishme se sa dyshimet e mia. Kjo është shumë e rëndësishme. Për çdo gjë që keni dyshim, siguroni që të keni atë pyetjen. Po kush e thot? Kush e thot? Pse duhet ta dyshoj unë këtë gjë? Kur ju fjala vjen, e dini që e doni dhe e meritoni një marrëdhënie shumë të mirë, një sjellje shumë të mirë, një përkujdes të jashtëzakonshëm. Nëse dikush ose një mendim I thellë I yt I thot, po s'ka gjë se gjithë kështu sillen me mua. Edhe ti thjesht thuaj, po këtë kush e thot? Ke prova ti për ta mbështetur këtë? Jo, nuk ke asnjë provë, kështu që siguro truri jemi dashur që të më gjesh prova. Vetëm që njerëzit më përkrahin, njerëzit më duan, sidomos ata që dua unë, më duan akoma dhe më shumë. Unë nuk ndjek, unë tërheq gjërat të tilla.
Pra ti duhet i tregohesh më e fuqishme se dyshimet e tua. E meritoj të zë hapësirën time. Ndihem e sigurt duke qenë plotësisht vetvetja. Çdo ditë bëhem versioni më i qartë e më i fortë i vetes time. Për manifestim, thjesht për të manifestuar në përgjithësi. Ajo që është në përputhje me mua vjen drejt meje. Kjo është vërtet shumë e rëndësishme sepse ndonjëherë thjesht kërkojmë gjëra në jetën tonë, por është më mirë kur ato gjëra që janë në një farë mënyrë të destinuara për ne thjesht të vinë edhe të na gjejnë. Janë gjëra më të mrekullueshme, janë pikërisht ato që meritojmë. Është tamam ajo që thotë ta bëj Zoti siç ka zemrën. Disa njerëz mund ta marrin për ofendim, por për ata që nuk e marrin si ofendim këtë, jam e sigurt që Zoti e ka përgatitur diçka të mrekullueshme për ta, ashtu siç ka në zemrën. Jam e hapur ndaj surprizave të bukura të jetës. Duhet i mirëprisni edhe këto. Lëshoj nevojën për të kontrolluar mënyrën se si vijnë gjërat. Si një person që kam nevojë që të kem shumë kontroll mbi çdo gjë, e kam pak të vështirë këtë pjesën, por kjo është një ndër gjërat që po përpiqem të mësoj, që ta lëshoj pak atë pjesën e kontrollit. Domethënë nëse deri tani kam thënë, unë e provova këtë gjë dhe kjo gjë nuk funksionoi dhe nuk kam për ta bërë më, tani them ndoshta nuk ka funksionuar sepse këtë unë e kam provuar me njerëzit e gabuar. Mund të kem dhënë respekt më shumë se sa duhet një njeriu që nuk e meritonte. Mund të kem dhënë kohën time një projekti që në fund të ditës vërtet e dija që nuk po më çonte asgjë kundi. Dhe thjesht them, okay, unë vërtet e kam dhënë kohën time, vërtet kam dhënë respektin tim, vëmendjen time, por mund të ketë qenë thjesht projekti i gabuar, personi i gabuar, shoqëria e gabuar, kështu që nuk ka pse të vuaj një pjesë tjetër, një njeri tjetër, dikush tjetër, nga diçka që unë thjesht e kam bërë gabim në të shkuarën. Mendoj se jo unë e kam bërë gabim, pra mund mos kenë qenë rrethanat e duhura, personi i duhur, pra mund mos ketë qenë personi i duhur për ta merituar atë sjellje time. Besoj se gjërat mund të zhvillohen më bukur nga sa imagjinoj. Kjo është vërtet shumë e rëndësishme. Zakonisht gjërat dalin shumë herë më bukur se sa ne imagjinojmë. Ne mund të përpiqemi me orë të tëra për të manifestuar, për të imagjinuar diçka, dhe sa herë ju ka ndodhur edhe ju që në fund të ditës thoni, wow, e kisha menduar këtë, por doli një mrekulli shumë herë më bukur edhe se sa mund ta kisha menduar. Unë bëj pjesën time dhe i lejoj jetës të më befasoj. Kjo është një gjë shumë e mirë, është një mënyrë shumë e mirë për të manifestuar, sepse ti duhet i besosh edhe surprizave të universit. Sot në 12 gusht mund të uleni dhe ta shkruani, thjesht unë sot lëshoj të vjetrën dhe i hap rrugë të res. Jam e gatshme të marr dashuri, bollëk, qetësi, mundësi dhe gëzim. Ajo që është për mua më gjen, ndërsa unë ec përpara me besim. Shpresoj vërtet që të jetë një mënyrë që t'ju bëj ose të reflektoni, ose thjesht të kuptoni pak më shumë në lidhje me këtë energji, pak më shumë në lidhje me dëshirat tuaja, pak më shumë në mënyrë që të mundet që këtë lloj energjie ta kanalizoni pikërisht aty ku duhet. Shpresoj të mos jem zgjatur shumë, edhe do shihemi sërish në një video tjetër.